Është zbuluar në fshatin Rencë në Shkodër një banesë e cila ishte kthyer në një bazë ku për llogari të grupeve kriminale mbaheshin arsenal armësh. Pas një hetimi të thelluar dhe operacionit të koordinuar me sukses, u zbulua një bazë armatosur në fshatin Rencë dhe një arsenal i madh armësh dhe municionesh, i cili përdorej për llogari të grupeve kriminale që vepronin në zonë. Operacioni i njohur me emrin Baruti u finalizua me arrestimin e pronarit të banesës së kthyer në pikë referimi për veprimtari kriminale. Ai është Cezarin Jaku, një shtetas 61 vjeçar me precedent penal, i cili u kap në flagrancë dhe u arrestua për armbajtje pa leje dhe organizimin e aktiviteteve kriminale. Gjatë kontrollit hollësishëm në banesën e tij, forcat e rendit gjetën dhe sekuestruar një sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh, përfshirë 11 pistoleta, kapsolla detonatore me fitil zjarrpërcjellës, rreth 2000 fishek të kalibrave të ndryshëm, 2 antiplumba dhe një silenciator. Gjetjet janë të rëndësishme të lidhura me përdorimin e armëve në aktivitete të paligjshme dhe të rrezikshme për sigurinë publike. Të gjitha armët dhe municionet do t'i nënshtrohen një ekspertizë të detajuar në institucionin e policisë shkencore për të përcaktuar përdorimin e tyre në ngjarje kriminale dhe mundësinë e lidhjeve me aktet e dhunës së mëparshme. Prokuroria e Shkodrës ka marrë në dorë materialet procedurale dhe ka nisur veprimet e mëtejshme për të sjellë para drejtësisë çdo person të implikuar në këtë ngjarje.